Gjatë ditës së 6 të luftës të nisur nga Izraeli dhe SBA-t kundër Iranit, vëmendja është përqendruar te rezervat e armëve që kanë palët ndërluftuese. Në konfliktet e mëparshme, si në vitet e para të luftës ruso-ukrainase, analistët përpiqeshin të vlerësonin sa municione artillerie kishte Ukraina ose sa tanke kishte Rusia. Edhe atëherë diskutohej nëse shterimi i rezervave mund ta detyronte njërin palë të ndalonte luftimet. Megjithatë, zhvillimi dhe përdorimi masiv i dronëve ndryshoi dinamikën e konfliktit. Në konfliktin aktual, pyetja kryesore është se cila palë do të mbetet e para pa raketa. Sipas deklaratave publike, Izraeli dhe SBA-t nuk përballen me mungesë armësh sulmuese. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se së shpejti mund të përdoren edhe bomba gravitacionale, pasi mbrojtja ajrore iraniane pritet të dobësohet ndjeshëm. Megjithatë, ekzistojnë disa paqartësi për numrin e raketave interceptuese që ka në dispozicion Irani. Disa sinjale tregojnë se autoritetet izraelite presin më pak sulme. Aeroporti në Izrael është rihapur për fluturime në dalje dhe po shqyrtohet rikthimi i nxënësve në shkolla, çka interpretohet si tregues i besimit në sistemin e mbrojtjes ajrore. Nga ana tjetër, intensiteti i sulmeve iraniane ndaj Izraelit duket se është ulur. Banorët e Jeruzalemit raportojnë më pak alarme dhe më pak nevojë për të strehuar gjatë natës. Ende mbetet e paqartë nëse kjo është një pauzë taktike apo shenjë kufizimi të kapaciteteve iraniane. Sipas një vlerësimi të parafort, Irani ka lëshuar të paktën 200 raketa ndaj vendeve të xhirit dhe një numër të ngjashëm dronësh. Në 3 ditët e para të luftës, Izraeli deklaroi se kishte interceptuar rreth 200 raketa iraniane. Deri tani ky numër mund të ketë arritur në rreth 300. Për krahasim, gjatë 12 ditëve të luftës në qershorin e vitit kaluar, Irani kishte lëshuar rreth 500 raketa. Kjo do të thotë se ritmi i sulmeve në konfliktin aktual mund të jetë dyfishuar. Megjithatë, sipas inteligjencës izraelite dhe amerikane, rezervat iraniane mund të jenë duke u paksuar. Në ditën kur u vrau udhëheqësi suprem Ali Khamenei, Irani thuhet se kishte rreth 1000 raketa balistike në magazina. Nëse këto vlerësime janë të sakta, rreth gjysma e stokut mund të jetë përdorur tashmë, pa përfshirë raketat e shkatruara në tokë. Analistët theksojnë gjithashtu një problem tjetër për Iranin, lëshuesit e raketave. Edhe nëse ka shumë raketa në dispozicion, ato nuk mund të përdoren pas sistemet e lëshimit. Sapo identifikohet një lëshues, avionët luftarak përpiqen ta shkatrojnë. Sipas raportimeve, këto operacione kanë pasur rezultate të konsiderueshme. Si përgjigje, Irani ka përdorur gjithnjë më shumë lëshues në instalime nëntoksore dhe të fiksuara. Këto struktura janë më të mbrojtura, por edhe më të lehta për t'u identifikuar. Për t'i goditur ato, SBA-t kanë përdorur bombarduesit strategjik B2 dhe B1, të pajisur me bomba depërtuese që mund të shkatrojnë objektiv në thellësi. Ndërkohë, sipas sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, Irani ka kapacitet të prodhojë rreth 100 raketa balistike dhe mijëra dronëve të vrasës çdo muaj. Prodhimi i raketave më të sofistikuara me karburant të ngurtë kërkon lëndë të para më të vështira për t'u importuar, ndërsa raketat me karburant të lëngshëm janë më të lehta për t'u prodhuar. Sistemet e drejtimit mund të furnizohen nga Kina pa kaluar përmes kontrollit të flotës amerikane, ndërsa pjesa tjetër e komponentëve prodhohet brenda vendit. Irani ka zhvilluar gjithashtu një industri të avancuar për prodhimin e dronëve. Megjithatë, sipas analizave ushtarake, dronët mund të jenë të mjaftueshëm për sulme ndaj vendeve të xhirit, por për të ushtruar presion ndaj Izraelit, nevojiten raketa balistike. Për këtë arsye, gara mes palëve zhvillohet jo vetëm në hapësirën ajrore, por edhe në kapacitetet industriale për prodhimin e armëve.